Ylli i futbollit botror Cristiano Ronaldo celebroi në martesë marrëdhënien e tij shumë vjeçare me Georgina Rodriguez. Çifti i famshëm u martua në një ceremoni civile shumë private në Cascais të Portugalisë, në praninë të 5 fëmijëve të tyre. Njoftimi u bë nëpërmjet rrjeteve sociale me një foto të duarve të çiftit njëra mbi tjetrën, ku fokusi ishte tek unazat e tyre të reja të martesës. Fotografia shoqëroi vetëm nga 2 shkronja dhe një zemër, C.G. Asnjë imazh i fustanit të nusërisë, asnjë ceremoni madhështore shfaqur për publikun dhe asnjë deklaratë e gjatë. Ronaldo dhe Rodriguez zgjodhen të ishin shumë diskret në këtë rast. Në 2017, Georgina Rodriguez punonte si asistente në një dyqan Gucci, kur u njoh me kampionin luzitan, i cili luante për Realin e Madridit në atë kohë, dhe më pas lidhja e tyre brenda një periudhe të shkurtër u bë publike. Fryti i dashurisë tyre janë 2 vajza, Alana Martina dhe Bella Esmeralda, të lindura në 2017 dhe në 2022, ndërsa Ronaldo është gjithashtu babai i Cristiano Junior, lindur në 2010 dhe binjakëve Eva dhe Matteo. Megjithëse kanë afro 10 vite që jetojnë bashkë, Ronaldo e Georgina Rodriguez zyrtarisht nuk ishin të martuar, të paktën deri të martën, kur zgjodhen ta kryejnë ceremoninë e thjeshtë, larg vëmendjes së mediave dhe paparazzëve.